Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allah në falendrojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wa salam i dërgojmë. Të dashur nxënës, sot fillojmë me kapitullin e namazit, kitabus salah. Namazi në gjuhën arabe salah i thot. Salah, salat me tën e rrumbullakën në fund, e cila shndrohet kur nalesh, shndrohet në h, salah. Kurse fjala namaz nuk është fjalë as arabe, as shqipe. Unë mendoj që është fjalë, nuk kam shumë të lexuar, është perse duhet më konë. Ka ardhur te na edhe është mbjell si në fjalorin e terminologjisë fetare në shqip, edhe mendoj që s'ka nevojë me ndru, le të mbetet namaz, kuptohet edhe në turqisht mendoj është namaz, domethënë letrën qështu, është një rregull la mushahate fil istilah, s'ka nevoj me debatu në mustalahatet, në terminologjin e cila është mbjell dhe mirë kuptohet, nuk keq kuptohet, s'kemi nevoj me janis pizarës e mi ndru terminologjit, pësa është perse, hajde të ndrojmë të bëjmë salah arabisht, ose të bëjmë dua shqip, jo, elam namaz, edhe të abdesi, abdes, ose avdes. Po abdes është masi, arabisht vudu, e shifsha dikan që i pike pak zërë, një për hoxhallarëve, nuk ka nevoj mi dhanë zërë, sepse na du të mësojmë gjematin me gjërat cilat nuk i din, e këto që veç i din gjematin, as kem nevoj me unë rrutash. Salat, i thojnë të na, salat, i thojnë në për disa fshatra është një veprim, që kur vdes dikush, hypit binare, me mikrofon normal tash, se tash hoxha s'hyp binare, as me pare, as pa pare. Thirret një lloj lajmërimi, kur vdes dikush, dërgojnë disa herë salavate, salatu wa salamu alejke ja Rasulallah, salatu wa salamu alejke ja Nabi Allah, etj. Edhe në mes ose në fund tregohet për personin kush ka vdek, që ti thojnë në ka pjesa jonë kënena, nuk e dija e ka krejt Kosova, në për fshatrat e Prizrenit, i thojnë salat. A u thirë salati, ka vdek filani, po thirët salati. Normal, kjo është bidat, nuk është pjesë e fesë, pjesë e sunetit. Si lajmërim, do të kësha lanë, do është thamë, me thonë, lajmërim, qështu, lajmërim, ka vdek filan fistek, i varin i banë filan. Por, kjo pak ka fillu pastaj edhe më bon si e frikshme për njerëzit, sepse ku penin, pedin që ka kriz diqka. Por rinë me gajle kush pas ka dek. Por me teknologjin që ka ardhë, rjetët sociale, telefonat e tjere, edhe nëse si lajmërim do të hiqej, hala ma mirë. Ma në fare, Prizreni si qytet e ka të anullume këta, prej vitesh, nuk e di sa, por e pata dëshirë me përmen fjallën salah. Kujtën a i thënë salati, dhe ma po thirët salati. Salah në gjuhën, në terminologjin, ose në gjuhën arabe i thot duas. Allah Azza Jall ka përmend në Kur'an wasalli alejhim, inna salataka sakanun lahum. Surën Tauba 103. Wasalli alejhim bën dua për ta. Kur kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët me zeqat edhe sadaka, Allahu i ka thonë bën dua për ta, thuju Zotu i dhash bereqet, Zotu i shpërblet, etj. Pra salat dhe me thonë dua në terminologji. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bën duan e ushqimit, wasallat alejkumul malaika. Domethënë ekele ta'amakumul abrar wasallat alejkumul malaika. Bafshin dua për juve me laqët. Hadithi është i saktë e Abu Davudit, Nesai dhe të tjerë. Mirë, në aspektin fetar, fjala namaz, salat, çfarë do të thonë? Thot ibaratun an arkanin makhsusa. Është fjalë që nënkupton disa rregulla arkan, po qështu kushte, rukën, se di, rukën edhe shart, shqip, s'ngara me dallimin, shtylla, po mirë, shtylla, bravo. Fjala arkan, atërë do të po shtylla ma mirë, janë fjalë për disa shtylla të caktuara,
wa adhkar ma'lume, edhe lutje të njohura bi sharaith mahsura me kushte të përmbledhura, jo që shdushti, fi awqatin muqaddara, në kohë të veçanta ose të caktuara nga shariati. Pak duket domethënë si po 4 pika i ka përmend, domethënë 4 pika i ka përmend çu thoje? Shtylla. Shtylla të caktuara, lutje, domethënë dhikre, lutje të njohura me kushte që i ka përmbledh shariati edhe në kohë të caktuara. Domethënë disa veprime caktuar që duhet mi pas parasysh njëri që ajo është namaz. E normal mesela në praktik kuptohet se si. Thot wa hiya farida muhakkama yakfuru jahiduha wala yas'u tarkuha. Thot ajo është obligim namazi i prerë që s'ka vend për dyshime. Del prej fesë, stakfirullah, mohusi saj. Del prej fesë. E pastaj këtu nuk është mesela akides, domethënë jemi të shpjegu fiqh. Por edhe lëndsi i saj është qafir apo jo? Parimisht, ta keni parasysh, lëndsi i saj është qafir, parimisht. Ose, më falë, ta përmirësoj. Lënia namazit është kufër, si veprim. Lëndsin e saj, na themi, kush e lën namazin? Parimisht është të e bani veprim të kufrit. Por nuk i gjykojmë njerëzit me bo me gisht këta, për arsye se ka disa gjëra që duhet mi pas parasysh para prakisht, që mos më ungut me gjyku për individet. Prandaj, i këshilloj të rit, që ma shumë mu marrë me davet për mishti njerëzit mu falë, se sa mu angazhu me tekfirin e mos falësve, atyre që se falë namazin. Për arsye se jemi në një kohë kur mjegullinat janë të mëdhaja në ymmet, dyshimet, shpifjet, mashtrimet kundër islamit, na të mos bëhemi munefirin, refuzues, por të bëhemi mubeshirin përgëzues, afrus. Këto me pas kujdes. Kadia gjykat si musliman, islam, shteti kur është rregullorja shariati, atëherë kadia gjykon kush është kafir. Prandaj themi mohus të tyne parimisht, namazit janë, ose mohimi i namazit është kufër. Allahu na rujt. Edhe s'bana se si thot Melan, është vërtetu se është farz namazi me Kur'an, me sunet edhe me pajtueshmërinë e të gjithë ulemave, ijma'ul umme. Në namaz i kemi ajetin kuranor për shembull, kjo ka përmend surës Nisa 103, inna salate kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Vërtet namazi për besimtarët është obligim në kohë të caktuar. Suneti është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Islami është ngritur mbi 5 shtylla, i ka përmendur për ty në namazin, me qëllim nuk po du me i përmend detajisht për arsye të kohës. Edhe thot hadithin e shënon Buhariu dhe Muslimi. Kurse ijma'i ummetit, krejt ulemat në të gjitha librat e të gjithë medhhebeve e përmendin këtë gjë se lënia e namazit, më thonë, ose falja e namazit është obligim. Wa sababu wujubiha, thot, kur bëhet obligim? Në momentin që ky e ka përmend këtu vakti, kemi disa sebepe që bëjnë obligim namazin, po ky ka fillu me vaktin, se çtu kena munal sot te tema koha, kur hyn koha e namazit. Vakti, koha e kuptani. Se na kemi për shembull te individi është puberteti, mentaliteti, islami, është musliman, ose është ba musliman, s'ka qenë është ba, etj. Ky po përmend vaktin. Pse? Sepse do të flasim sot veç për vaktet e namazeve. Normal e dim që janë 5 kohë namaz, është kufër, të mendosh se janë 3 kohë namaz, është kundërshtimi i Kuranit, ka ajete të prera që i definojnë 5 vaktet, kush thot ndryshe, përveç që është tu fol kufër, s'po du me thonë është qafir, po është tu fol kufër, ai është të tregu sa ignorant është. Prandaj, nebra'u ila Allah, distancohemi te Zoti nga këto fjalë, nga këto bindje dhe nga këta persona.
5 vakte është obligim, jo 3 vakte. Mirë. Thot, e bën obligim një hyrja kohës vetë, bidalil idafetaha ilej. Mrena qasaj kohës, që to është fillimi kohës edhe qëtu fundi, ti ki tolerim kur dush me falë. Prej fillimi drekës dhe në fund drekës. Mrena qasaj kur do që e falë, ti e ke kry farzën. Por mrena qasaj e ki obligim, 2 orë i ki në disponim. Sa ma shumë që e lash, ma vonë, të ngushtohet që ke koha. Nëse ka në fund, sa me falë farzën, 5 minuta, atër ti, qajo tashmo të është bon farz, nuk ki tolerim atë po pres, jo se ty të shkoj ajo që ke priti, ke hargju. Të kamet veç ajo që dush me kry paqare, po i bishkurt. Mirë, kur është koha e sabahut? Waqtu l-fajri idha tala al-fajru thani l-mu'tarid ila tulu'i shams. Koha sabahit edhe është kur del sabahi i dytë. Pse është përmend? Sepse na kemi 2 sabaha, 2 agima. Agimi i rajshëm i pari është dhe agimi i vërtet i dyti. Pse quhet i rajshme? Sepse ai të mashtron. Gjithmonë jam të thjeshtësu me fjalor sa ma thjesht. Jo stil komplikimet. I rajshme është kur del një dritë qështu, vertikalisht, përpjet. Atje largë në horizont, kalin dielli. Ai të mashtron. Ai as nuk të ndalën syfyrin, as nuk të obligon sabahin. Është i rajshëm. Del si vi disa minuta edhe zhduket. Presim për mëngjesin sadik të vërtetin. Ai është masanena del, edhe del kështu drita në horizont. Horizontalisht. Jo vertikalisht. Kur del natyrë, atje është mali larg me 10 ose 100 kilometër. Edhe peshet që jetë dalu, që atër ka hy sabahu i vërtet, ose agimi i vërtet. Edhe aty ndalohet syfyri dhe fillon obligueshmëria e sabahit. Thot, la yugharrannakum adhanu Bilal. Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që shënon bazën e tij Muslimi, pastaj Tirmidhiu dhe të tjerët, mos t'ju habit ezani Bilalit. Wala al-fajr al-mustatil, as agimi i gjatë. Kështu, më fal. Walakin al-fajr al-mustatir, por fillon e veç kur vjen sabahi, që del dhe në agimin e horizont. Thash, pjesa e para hadithit është të Buhariu, të Muslimi, më falni, pjesa e dytë është të Tirmidhiu dhe të tjerët, që është diskutu, por Allahu alem është hasan, kjo pjesa e fundit. Thot Ebu Hurajra në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tjetrën, vërtet namazi ka fillim, ka dhe fund. Fillimi i namazit është atëherë kur del agimi i vërtet. E kur në fundi, ja Rasulullah, thot kur të lind dielli. Kush është në këtë? Tirmidhiu dhe të tjerë. Hadithi është i saktë. Domethënë, fillimi i sabahit e morën vesh. Çen ka kur lind agimi i vërtet. Te na, qysh falmi na, po bën dy ndërhyme, na falmi shumë mirë falmi. Pse? Po thonë kështu, mira shkurt. E kemi një kohë kur thirret ezani unanimisht. Ndoshta në kretë Kosovë, nuk e di për Prizren po flas. 40 minuta para lindjes së diellit, që ki vakti edhe me bani unanimitet me xhamatin me fal sunetin në shtëpi ose me fal në xhami. S'ka problem, edhe pse më mirë është në shtëpi normal, sunetin, pastaj më ardh me nxon tamam farzën. Edhe sado që lexon imami gjatë, prap ka kohë për me dhënë selam pa tut. 40 minuta, 20 minuta janë disponim. Çka këshillojmë na për njerëzit të cilët janë të hutuar edhe nuk e dinë, hoxha, kom shku në Gjermani, kom shku në Amerikë, kom shku në Brazil, kom shku në Argjentinë, Peru, në Tokyo.
s'po di veç me falë sabajin e kum pa ty, po kur në fillimi sabajt, i thojmë kështu shkurt, për mos me zgatë shumë. Këqyre kur lind dielli, në 7 për lind dielli, pa marrë shembull. 1 orë përpara nuk gabësh kurr. 1 orë përpara leje që ka hyrë sabahi. Çaq. A on 7 lindja dielli, ti pi 6 mundesh me fal kur dush sabahin. Mesatarisht 1 orë është e mjaftueshme. Domethënë prej lindjes diellit, çaq. Mund më konë 1 orë 5 minuta, 1 orë 10, 1 orë 12, po ti leja 1 orë ka hyrë vakti sabahit. Kudo që shkon dhe hutohesh, s'ki takvim, s'din që më fal, edin lindja diellit në 7, ti prej orës 6 ki drejt me fal sabah. Lindja diellit është në 7:15 minuta, ti pin 6:15 ki drejt me fal, për mos me filozofua kemi fjalën. Apo tan. Mirë. Thot ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير الظل مثليه سوى في الزوال. Tash e kemi meselën e kur hyn dreka. Dreka thot hyn pasi të kalon dielli zenitin, zewalin. Deri kur të bëhet hija e objektit, jema ne kemi dikun çatë. Deri të bëhet hija e objektit sa dyfishi i tij. Qysh e dim na zevalin? Zevalin është kur e merr çet laps, e çet në varr, në shkretin. Edhe nuk ka asnjë an hije. Se dielli është çetu pingull. Edhe s'ka hije. Çatër ka hyrë vakti i drekës. Ose çmon, jo çatër është zevali. S'ki drejt më falë. Se në 3 kohë nuk kemi drejt më falë. Tu lind dielli, kur në zeval bash pa hije, edhe tu perëndu diellin, momentin e perëndim. Mirë, momentin që ka fillu dielli me kalu çiknena, edhe ka fillu mu paraqit nitro, hije, qoftë e vogël, që kjo është 20 cm, hija është qoftë 1 cm qëtu, ama ka fillu me u kriju një hije. Ka hyrë vakti drekës, manën men. Derisa, po thot këtu se do ta shohim tash, derisa të bëhet hija 20 edhe 20 40. Ka shku dielli që aty sa hija është bë edhe njëherë ma madhe se sa kjo objekti. Që aty ka hyrë koha e ikindis. Mirë. Por këtu kemi mrana me dhejbet, kemi mendim që jo sa 2 fishi i lapsit, i objektit, po sa 1 fishi është dreka. Ka hyrë që tu, ku të mrije hija sa lapsi mu bon 20 cm, atër ka dalë vakti. Po ikindia, thash nuk po du shumë me hynë detaje. Ikindia po thot, masit bot hija objektit 2 fish. Po që ajo koha, këtu është 1 fish, thaje. Qëtu tash na met 1 kohë, për mu bot 2 fish, po du tash një 15 minutë, ose një 20 minutë. Po thot ajo është koha e 200, ma mirë mës më falë. Allahu alem, mendoj që nuk qëndran kjo. Ma sakt është ajo që, sepse kemi në sabah, mes sabahit edhe mes drekës, kemi kohë kurse është ase sabahit, ase drekës. Sabahit kur e ka fundin e vetë, tham, kur të lind dielli. Mas lind dielli, deri në zenit, deri të kryet zenitje, sa më koha sabahit. Që ajo koha është kohë, ase sabahit, ase drekës. A prej drekës deri në ikindin, na nuk dim që ka kohë që është ase drekës, ase ikindis. Kohë neutrale. Po. Nuk mendoj se qëndron domethënë që ka kohë neutrale. Themi që dreka ka vaktin, derisa hija të bëhet, 2 fish. 2 fish. Mirë. Këta kuptum. E kemi tjetrën, a ma mirë, e tregon hadithin e Gjibrilit a.s. Kur ka ardhur shfal me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam që ditën e parë, domethënë Ebu Hanife e mbron atë mendimin që
Ka ardhur ditën e parë Xhibrili e ka mësuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam mi fal namazet në fillim të kohës dhe ditën e dytë në fund të kohës. Drekën e ka falë ditën e parë si ka o kryzenite, ditën e dytë domethënë e ka falë ikindin ose drekën e ka falë në fund sa është bë hija 2 fish. Ka thonë mes qytyne 2 kohëve kur dush fale drekën se je mrena kohës vet. Mirë. Drekën a më mirë me vonu a mos me vonu, se kemi një mesele tjetër. Hadithin e shënon Buhariu, Ahmedi dhe të tjerë, edhe Muslimi, që Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë ebridu bidh-dhuhr fa inna shiddat al-harr min fayhi jahannam. Ebridu është për fjalës bard, fllateteni drekën ose mos e falni drekën në nxehtin më të madh. Lënë derisa të flladitet pak koha, të thejet pak. Sepse nxehti i madh është prej dalja që del që merr frymë xhehenami. Ulemat kanë thonë kur është ky flladi pak që thehet, është kur hija të bëhet sa objekti. Që atëherë fillon domethënë nëse kemi prej njave deri në 4, atëherë kanë 2 gjysmë bjen. Dikun ka mesi i kohës. Edhe ama kjo është për verë, që ka pas domethënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe sahabët që kanë vonu xhuman për shkak të guzhmës, për shkak të xhuma është më ngarkuar e kanë vonu pak xhuman për mu fladit pak koha. Domethënë është më mirë në fillim të kohës përveç meselës së drekës bën me vonu për çet arsye që ka përmend pejgamberi ama jo në stop, veç kur është nxehtë. Mirë. Vazhdojmë te iqindia. Wa idha kharaja waqtu adh-dhuhri ala ikhtilaf dakhala waqtu al-'asr. Kur kalon koha e drekës, hyn koha e ikindis. Thot koha e drekës sipas kundërshtimeve mes ulemave është koha e drekës sa një herë hija apo sa 2 herë hija e objektit. Ata që thonë një herë në rregull, ata që thonë 2 herë edhe ata në rregull. O kry. Hija është bën sa 2 fish. Çka është bë? Thot ka hy ikindia kur del koha e drekës. Sa vazhdon? Wa akhiru waqtiha ma lam taghrub ash-shams. Fundi i kohës së iqindis është përderisa nuk ka perëndu dielli ose është duke perëndu. Li qauli alayhi salatu wassalam fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kujt i ka ikindia derisa ka hy dielli fa ka'annama wutirat ahluhu wa malu. Është sigurisht me pas mungu, paksu ose shkatru familja edhe pasuria e tij. Thot e ka lidh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ikjen e kohës së ikindis me perëndimin e diellit. Që i bjen se ky është fundi i ikindis, koha e fundit në ikindi është perëndimi i diellit. Pra na themi edhe ka hadith tjetër, kush e ka nxon një rekat nga ikindia, është si me pas zonë ikindin, që i bie. Nëse je lidh namaz, dielli alas ka përëndu, e ke nxon të ikindin, qoftë nëse e ke zonë veç një rekat. Fundi i qenis është perëndimi i diellit. Që i bie, në momentin që perëndon dielli, kush po hyn vakti akshamit. Pra mes vakteve nuk kemi tash atë vakti neutral. Këtu. Wa idha ghabat ash-shams dakhala waqtu al-maghrib. Kur të perëndon dielli, ka hy vakti akshamit. Në transmetimin e Buhariut thot fillimi i vaktit akshamit është kur të bie dielli. Kur bie dielli. Anë që ka perëndu. Ku duhet me perëndu? Keni kujdes vllazni sepse ka pas raste kur i kanë keq kuptuar disa talebe këtë mesele, kanë menu se duhet dielli me perëndu në malin e tij të afërt. Kjo është gabim. Duhet me perëndu në horizont. Ka dallim me perëndu në malin e afërt të qytetit tënë, edhe me perëndu në horizont. Se ti mund ta kesh malin afër 1 kilometër, edhe me perëndu për shembull në ora 6 ose në 6:30. Por në fakt ai në horizont perëndon në 8:30. Ti domethënë nëse Ramazan me bëj iftar
se ka perëndu dielli, sepse me perëndimin e diellit, përveç që hyn akshami si namaz, edhe bëhet iftari si Ramazan. Se do të thonë, bërja e iftarit është edhe hyrja e akşamit automatik. Pra na kemi pashtrikun në Prizren, që zakonisht në verë perëndon aty dielli për Prizrenin. Por edhe pse ka perëndu, nuk është detyrimisht që ka hyrë akşami, sepse ky perëndim i diellit nuk nënkupton malin tënd të afërt, por nënkupton me perëndu në horizont. Kjo është dallimi. Prandaj është mirë jo çdo djalë i ri më uqu dhe më thonë unë pekqyri e vet, dillën e pekqyri, hanën e a ka hyrë sabaj, a ka hyrë akşami, më uqu me bë iftar tallava. Kujti teket, çështi teket. Po, e me shtyp takvima kryen vete. Por me ju përmbajt një rregullorës që mos më bë fitne në ymet. Fitnet janë të rrezikshme. Kur të hyn dielli, kur të perëndon dielli në horizont, atëherë ka hyrë vakti i akşamit. Wala khilaf, wa akhiru ma lam yaghib ash-shafaq. Fundi i akşamit kur është, përderisa nuk ka perëndu ash-shafaq, s'po du me përkthy, shefeku, tash do ta marrim vesh. Ka një mendim me dhëbin Hanefi që është ajo bardhësia, por më saktë Allahu alem, do thonë në horizont kur perëndon dielli, shkon ka dal ty u skuq një ai horizonti, rrin si kuq. Në momentin që ajo kuqja bëhet e zezë, atëherë veç kry vakti akşamit. Ka hyrë vakti yatsis, është të rru. Që kjo koha, prej perëndimit diellit deri ka perëndu dielli, pa hala është ato rrezët prej larg e marrin si kuq horizontin. Është vakti i akşamit hala. Kur perëndon që ajo kuqe, do të çat shumë o largu dielli, sa edhe rrezët janë edhe ka ra nata, ka hi yatsia. Sa zgjat që kjo, më ka ra dikun me lexu, po edhe nga përvoja që na shohim natyrë, këna pa normal vera dimni dallon, zakonisht një orë 15 minuta, një orë e gjysmë varet vera dimni. Edhe pse na në trevat tona dimnit nuk mujmë mirë me konstatu me diell, për arsye se nuk kemi diell 12 muaj. Por verë po flasim. Një orë 15 minuta, një orë e gjysmë, dhe një orë 40 minuta ndodh. Po flasim mesatare, më keq kuptojnë në kamerë, le të kthehen gjithsesi te takvimi më mirë. E jo te fjala jame. Na veç po dojmë me përafru meselen. Domethënë Imam Ebu Hanife po thot vakti i fundit të namazit është që ajo e kuqja në horizont kur zhduket edhe nxihet. Edhe nxihet. Mirë. Wa idha kharaja waqtu al-maghrib dakhala waqtu al-isha. Kur të kryet që kalon koha e akşamit, automatik ka hyrë koha e yatsis. Wa akhiruhu ma lam yatlu al-fajr. E koha e fundit e kuptuam fillimin e yatsis. Kura fundi i yatsis thot përderisa nuk ka dal agimi, është koha e yatsis. Edhe pse Ibn Qutlub Buga, kështu lexohet e emri i tij, në librin Hidaye, i përmend disa detaje për kohën e yatsis. Do t'i kisha përmbledh kështu. Në bazë të asaj që ka në libër, thot 3 kohë i ka yatsia te medhebi Hanefi. Në bazë të asaj që kam mujt me lexu me kuptu. Koha e pëlqyer, koha e lejuar dhe koha e urrëtur. Koha e pëlqyer është prej fillim 1/3 e kohës, 1/3. Nëse i kemi 6 orë në disponim prej fillimit të yatsis deri në sabah, në agim, nëse kemi 6 orë. Atëherë ka 2 orë i ndajmë. 2 orët e para e pëlqyer. Pastaj 2 orët e dyta e lejuar. 2 orët e fundit e urrëtur, por prapë e lejuar. E lejuar pa urrëtur. Kështu
E përmen autori, mirë. Ka dhe mendime tjera, po du me qëllim me, që thonë deri në gjysën e natës, është e lejuar e pëlqyer krejt. Mas gjysës natës, nuk është e pëlqyer. E lejuar po, por nuk është e pëlqyer. Ka ulema të cilët nuk bëjnë kësi dallimi. Thonë kur dush fale. Pa kemi një mesele tjetër. A jemi të falë vetë, a jemi me xhamat. Nëse jemi me xhamat, do t'i kishmi këshyrë pak ma me lup sanët. Nëse jemi vetëm, s'ki xhami, jenë në Gjermani, largë xhamis, okej, vënoje. Se na kemi transmetime ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndodhur ka vënu Yasin. E thot mos të kisha ngushtuar metin, do të kisha vënu gjithë në çet kohë. Por sahabët i ka zonë gjumi se nesër kanë pas me shku në punë, fizikisht me punu, jo më në TikTok dhe në sabah. Andaj, ka ndodhë që e ka vënu, por jo qatë sa me i lodhë, që i bjen që kjo një e treta, fillimi, një e treta. E kështu që nësa është me xhamat dhe friksohet imami se xhamati piu ngarkohet meselja e Yasis, e dini hadithin e madhit, ose ngjarjen e madhit, që madhi ka zgat namazin, ka falë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pastaj ka shku te kabilja vet, edhe atje ka zgat, edhe njëri një ditë, o da prej xhamatit e ka falë veten, madhi, i ka thonë munafik. Shpëdel për namazit, s'po ka qef me zgat namazin. Kjo është ata të cilët për në thojnë neve, për në kritikojnë për i zgat një taravit. Kanë bazë të hadithi madhit. Ne sër punojnë gjinja, pëtën në pse flem. Pastaj dini pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka këshillu mos me zgat, sepse ka njerëz që janë me punët, lodhën e tjera. Nese. Që pi bjen, nëse tutë është xhamati që ka telashe ose zvin xhami se ti pe vonon, atër falen fillim të kohës. Po nëse ke mundësi me pas mirë kuptim, nëse vonon pak, kjo është ma mirë, po jo me kalu sipas autorit një tretën e atë pjesën e parë të kohës Yasis. Mirë. Vazhdojmë tash një pjesë gati në funimi. Wa yustahabbu al-isfaru bil fajri. Thot preferohet sabahin me fal masi të fillon me u zbardhu. Me u zbardhu. Imam Tahawi thot yabdu bit taglis wa yakhtimu bil isfari jam'an bayna hadith at taglis wal isfar. Imam Tahawi rahmetullah alayhi, pra imamet mëdhaj, Allah më shëraf, kemi na me dhejbin Hanefi sa ma vonë me falë sabahin, ma mirë. Me dhejbin Shafii dhe Hambeli, sa ma herët, në përter, ma mirë. Ka hadithe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka falë, e ka nisë sa kur ka dhonë selam, sahabët, nuk e ka njoft njëri tjetrin, ndjathën të majtë, s'ka pas atër, walejse e umidhin fiha me sabih. Në xhamia s'ka pas drita. S'kan mujt me dallu, dhe ka dhonë selam, të u kanë halat tërë në sabah. Imam Tahawi ka bashku këto, dy mendime, a me nis ma vonë në përter, a me nis masit fillan më zbardhu. Hanefit kanë thonë më zbardhu ma mirë, si pas ti, për arsye thotë se je sigur që ka hynë sabahi. Ama jo më zbardhu, taman, po shihen shejat që veç ma, tash, hynë i vakti sabahi, s'ka dyshim. Tahawi për thotë, e nisish pak si në përter, me këtë mendimin e këtyne tjerëve, edhe thot lexon imami pak ma gjatë Kur'an, që taman kur t'jep selam veç ka fillu mos dritë, me i bashku dy mendimet. Edhe inne Kur'an il fajri kane me shhuda. Në Kur'an i sabahit është i dëshmum, që ulemat kanë thënë, imami me lezu pak ma gatë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej 5 vakte mas shumë t'i ka lezu, mas gjatë i ka lezu në sabah. Pastaj mas sabajt një atësi. E pastaj dhe drejki që një akshami ma shkurt. Kjo është Imam Tahawi që për i bashkon këtu dy mendime, me dhe i Hanefi, prandaj na këtu, kur ta falim 40 minuta athiri me zanin para sabajt, taman është. Pastaj edhe 5 minuta, 10 minuta të u falë sunetin të prit pak, 30 minuta para lindjes diellit, mirë është. 15 minuta me zgat namazi, se nuk zgat ma shumë, 15 shumë, taman japish selam ti, hala pa lind dielli.
wal ibradu bidh-dhuhri fi s-sajf. Në verë thot, tash një mesele tjetër, sa të mundeni, vënën e drekën me u fladit pak koha, juaj nxehtit për vlus. Kurse dimnit, thot mos e vënani, sipas autorit. Dimnit mos e vënani, se on flat dimni. Ose ma shumë kohë. وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس. Pashtu thot vënojeni edhe i qenin, por me kusht që mos me ndryshu dielli. Mos me ndryshu, mos mu thy qaq rrezet e tia, qaq shumë sa ma mu pa që kale e koha ma vlefshme. Më thonë, mban me vënu pak, por jo edhe tepër. Kjo kështu pi bjen. O ta'gjilu al-maghrib. E sa i përket akshamit, po thot me fal sa ma shpejt. Dhe pse do ta shohim që a ka mundësi mu vonu. Thot akshamin sa ma shpejt për arsye se ka kohën sa ma të shkurt pi kret vakteve. O ta'khiru al-isha ila ma qabla thuluth al-layl. Po ashtu thot vonone yatsin kush ka mundësi, gjithmonë yustahabbe pëlqyma është me vonu yatsin deri në 1/3 e natës, jo ma shumë, prapë si pas autorit. E kuptuam do, më kemi 3 kohë të yatsis, e pëlqyme, e lejuar edhe e urrejtur, ashtu se e përmenda. Meselja fundit, thot, ويستحب في الوتر آخر الليل فإن لم يثق بالانتباه أوتر أوله. Pëlqejet është mustahabe pëlqyme, më vonu vitre deri në pjesën e fundit natës. Por, idha lem yantebih, nëse mendon që është i pakujdesshëm, ky ka folë autori në atë kohë kur s'ka pas sahat as telefona. Por njerëzit janë qu, vetë janë qu. Me iman edhe me janë konë të përgaditën. Atër thot e falë nëse ka frikë, e falë në fillim të kohës ti, pastaj bjen me fjetë. Po. Por nëse është koha thot e pështjellume pak, keni kujdes, e pështjellume do manë natyra është me vranësina atjere, dhe s'mon është me ditë a ka hyrë drejka, a ka hyrë qenia, keni kujdes, në bazë të ditëve të kalume, rujuni, vetëm të akshami e përmen, mos u gutni shumë, sepse zakonisht të akshami mund mu përzi, është koha që mas shumë të mund mu përzi edhe të sabahi. Po akshami ma shumë thot, mas e falin në fillim, se thamë është e pëlqyme, akshami mu falin në fillim të kohës vetë. Përveç thot nëse ju ka përzi natyra, s'po mundi me kuptu, edhe pse është mas sunet, po thot, ma mirë pak vënoje, që atë sunetin leje, për mu siguru që për ime ka hi vakti, kur është natyra dhe manë, edhe s'mon është me marrë vesh me djelë, se ka vranësina, ose ka shi, e tjere të lashe, atër të keni kujdes me akshamin mëse shpejtoni, lene pak që me u siguru që ka hy të aman vakti ti. Të dashën zënës, paka shumë kjo është tema, lusë adhe në zhëllë që në vaj për atyri që kujdesemi për kohë të namazit, shqyqyr, o Allah që i kemi takvimat edhe sahatat që tash. Adin ma shkurt. Po këto si mesele, është mirë mi dit, edhe pse kemi njoft hoxhallar pleq, që i kanë ditë detalisht to, unë kam njoft, këtu të venit tonë, por normal ka eksperta edhe tash, të ri, që krynë kurse, zakonisht në për fakultete, mësohen këto, por në praktik nuk kemi dalë. Na s'kemi dalë, po besoj edhe ju, s'kemi dalë me mësu, por në kurse ka në përvendet islame, që ka institucione, ka shoqata, ka më thonë njerëz të caktuar që i kryjnë kurse dhe ju japin njerëzve diploma për këto mesele në natyrë. Prandaj bëj apel që t'jeni të kujdesshëm, ma shumë apel aty në përmes kamerës, që mos me rreziku e me lidh namazin e iftarin e syfyrin me mendjen tane. Lejani ekspertave këtë fush. Në Kosovë kemi institucionin e Bashkisë Islame, ata janë përgjithësisht zyrtar të këtyre gjanave, rrini takvimit të Bashkisë Islame.
Nëse del dikush, një ekspert,